Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ditë në luftë me kancerin, Beatrix Ramosaj, ti doja dalësh, mami. Antigona Ramosaj, nëna e këngëtares së njohur Beatrix Ramosaj, ka ndarë publikisht një nga sfidat më të vështira të jetës së saj, luftën me kancerin. Përmes një reagimi të ndjerë në rrjetet sociale, ajo bëri të ditur se ka përfunduar kimioterapinë e parë, duke rrëfyer se ndonse ndihet e lodhur fizikisht, zemra e saj është plot falënderim dhe dashuri për mbështetjen e marrë. Po kaloj një nga betejat më të vështira të jetës time, shkruan Antigona duke falendëruar miqt, familjarët dhe të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë me mesazhe, lutje dhe fjalë inkurajuese. Ajo thekson se arsyeja e vetme pse ka bërë këtë zgjedhje ta bëjë publike përvojën është për të ndërgjegjësuar vajzat dhe gratë që të mos neglizhojnë kontrollet mjekësore edhe kur shqetësimet duken të vogla. Reagimi i saj u shoqërua menjëherë me fjalë shumë prekse nga vajza e saj Beatrix Ramosaj. Këngëtarja e përshkroi nënën si forcën dhe heroinën e jetës së saj, duke theksuar qëndrueshmërinë e saj shpirtërore edhe në momentet më të vështira. Edhe kur dhimbja mundohej të rrëzojë, ajo zgjedh të buzëqesh, shkruan Beatrix duke shtuar se forca e nënës së saj është më e madhe se çdo stuhi. Ajo ka vijuar me përshkrimin e saj të plot. Mami im, forca ime, jeta ime. Edhe kur dhimbja mundohet ta rrëzojë, ajo zgjedh të buzëqesh. Edhe kur trupi i saj lodhet, shpirti i saj mbetet i pathyeshëm. Je heroina ime. Mëson të gjithë ne se çfarë do të thotë të duash pa kushte dhe të luftosh pa u dorëzuar. Jam shumë mirënjohëse për ty. Do t'ja dalësh, shkruan ajo.